Nëpërmjet një deklarate për mediat, Sokol Sadushi ka bërë bilancin e gjykatës së lartë për vitin 2025. Ajo shpreh kritik sa i përket reformës në drejtësi, duke thënë që sipas tij nuk po funksionon siç duhet. Reforma, thë Sadushi, duhet të zbatohet me sa më pak dëme. Pjesa kritike shtoja i mbetet afatet e gjykimit të çështjes, si dhe administrimi i sistemit. Gjatë këtij viti, Kryeministria e Gjykatës së Lartë është udhëhequr nga 3 prioritete thelbësore. Një, menaxhimi i backlogut në mënyrë të përgjeshme, pa cënuar cilësinë e vendimarrjes. 2, konsolidimi i praktikës gjyqësore përmes njësimit dhe orientimit të saj. Dhe 3, forcimi i legitimitetit institucional përmes transparencës dhe respektimit të standardeve të një gjykimi të drejtë. Ky është vizioni i një gjykate moderne, jo thjesht ritëm dhe shifra, por cilësi, qëndrueshmëri dhe besim publik. Ulja e backlogut në 61% është një tregues domethënës i performancës së gjykatës së lartë, veçanërisht në kushtet kur në gjykatat e apelit stoku i çështjeve vijon të rritet. Rezultati i arritur është produkt i një volumi pune të jashtëzakonshëm, i disiplinës institucionale dhe i një strategjie të qëndrueshme. Kështu në 5 vitet e fundit janë dhënë 39.269 vendime, duke e reduktuar backlogun në 14.081 çështje. Vetëm gjatë vitit 2025 janë dhënë 6.876 vendime, prej cilave 2.506 nga kolegji administrativ, 2.395 nga kolegji civil dhe 1.975 nga kolegji penal. Krahas 4 vendimeve njësuese, të cilat kanë përcaktuar standarde reja për zbatimin e ligjit, presi zgjidhjen e tyre edhe 4 vendime të tjera. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Nuk ka kaluar testin e pranueshmërisë 60% e rekurseve në kolegjin civil, 71% në kolegjin administrativ dhe 82% në kolegjin penal. Përjedhoj, koha gjyqësore po shpenzohet për ankime që nuk plotësojnë standardin ligjor të gjykimit kasacional. Kjo nuk i shërben as qytetarit, as shtetit dhe as vetë drejtësisë. Në vijim të fjalës së tij, Sadushi nënvizoi se shqetësim është fakti që rekurset ende nuk bëhen në formatin që kërkon ligji. I ndaluar te Kodi Penal, ai tha se ka nevojë për një diskutim shumë të gjerë, pasi është akti më i rëndësishëm pas kushtetueses.